Deputetja e rizgjedhur e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, u akuzua se është takuar me Milan Radojqiqin për të mos e votuar qeverinë e Albin Kurtit. Por ajo e mohoi dhe tha se e ka angazhuar një avokat për të parashtruar padi për shpifje ndaj Sadri Ramabajës për pretendimet e tij rreth një takimi mes deputetës së komunitetit bosnjak me të kërkuarin për terrorizëm. Sot na kemi fol me advokatin edhe unë kam filluar procesin gjyqësor, edhe mas tani në gjykat na kena me fol kush tek qysh. Domethënë unë nuk kam bërë këto, edhe këto është arsye pse po du domethënë me fillu këtë proces. Deputetja hodhi poshtë pretendimin e analistit politik dhe përkrasit të lëvizjes vetëvendosje, i cili vjen në një kohë kur kryeministri në detyrë Albin Kurti alarmoi për presion nga Serbia të deputetët e pakicave kundër formimit të qeverisë. Gjykata ka me vendos çka është, unë po du me dal veç atje me fol lirë, haptas, se ajdin kur nuk kam bo najsen, nuk mund është t'i bu me bo presion se kam bo.